Mirë mbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani, jenë në podcastin Mesut Shabani. Miqtë mi, data është 29, muaj është i 5, viti 2026, pra. Jemi në gjysmë të vitit, që po e shkelim 2026. Dhe, sot është e premte. Pa marrë parasysh to. Si duket, për vikende, partitë politike kanë bërë hesapet e tyre, pa marrë parasysh kanë apo nuk kanë të drejtë. Unë do dalem në fillim me pozitën, sepse ata po e bëjnë politikën aktuale shqiptare në Maqedoni. Dhe si po e bëjnë? Shkoj në Tiranë, kryetari aktual i Tetovës, dhe për sa kohë nuk e di të jetë kryetar aktual, sepse diçka po zihet për të. Dhe edhe atë nga qeveria, nga Mickoski, jo nga unë. Jo, unë jam i fundit në atë listë. Pra, dhe tha, e dini çfarë tha për ligjin për zyrtarizimin e gjuhës shqipe, provimin e jurisprudencës. Dini çfarë tha? Që nuk tha, frajer është, vallaj po, frajer është, Allah dhe koft, frajer është. Tha, 50 provime për licenca kemi për t'i legalizuar në gjuhën shqipe. Ta dëgjoj. Fillimisht të sqarojmë çështjen e provimit të jurisprudencës. Për të njoftuar opinionin mbar kombëtar, pra 20 vite nga marrëveshja e Ohrit apo nga vitit e 60-ta, provimi i jurisprudencës, kur është miratuar ligji i parë për provimin e jurisprudencës, është mbajtur në gjuhën maqedonase. Dhe për 20 vite të qeverisë së SBD-s, edhe pse nuk ka qenë ndaluar në mënyrë të drejtë për drejtë me ligj, është mbajtur në gjuhën maqedonase. Pra duhet të vi koalicioni Vlen në vitin 2024 që kjo çështje të aktualizohet në opinion, që ne ta zgjidhim. Pra ne tani më kemi marrëveshje politike me kryeministrin Mickoski që provimi i jurisprudencës dhe gati 50 provime tjera profesionale, nga të cilat gati shumica mbahen në gjuhën maqedonase, tani më të mbahen në gjuhën shqipe. Pra, me ardhjen e Vlenit është zgjidhur që provimi në çështjet sociale dhe licencimi i punëtorëve social të jepet në gjuhën shqipe për shqiptarët. Në mjeksi të jepet në gjuhën shqipe për shqiptarët, që nuk ka qenë në kohën e BD-s. Pra ne po zgjidhim problemet dhe Po pra, pajtohem, BD kur gjë nuk bëri, apo kur gjë nuk bëri. Si nuk bëri? Kush i bëri gjithë ato para? Ja be Bilal. Ju vetë thoni se ata bën këtë, edhe ne po e bëjmë këtë lidhur me disa shitje, pak më vonë. Pra, e dëgjoj se çfarë tha. 50 provime i kanë detektuar. Dhe unë nuk isha Mesut Shabani, sigur mos isha ndal ta i dyti që rreh gjoks. Dhe atë, dini kur ka rreh gjoks? Para një dite. Më thonë, dje. Ta ndëgjoj. Ta jem se çfarë tha zëvendësi Bilal Kasamit derisa ishte në Shqipëri. O, Bilal, merru vesh me këtë të riun që tri mbas aty në karike dhe ullur. Sa keni? 48 apo 50? Se pastaj do e pyesim edhe Bekim Sali. Përveç provimit jurisprudencës, ne kemi identifikuar edhe 48 provime tjera që kanë të bëjnë me licenca profesionale, që edhe ato janë vetëm në një gjuhë, ne të gjitha do t'i bëjmë në gjuhën shqipe. Kështu që së shpejti, përveç provimit jurisprudencës, ashtu edhe si provimi për edukatorët që e bëm edhe në gjuhën shqipe, ashtu edhe provimi për mjek që e bëm në gjuhën shqipe, të gjithë provimet profesionale do të jenë edhe në gjuhën anëtare të gjuhën shqipe. Përveç provimit. Po pra, ky ishte ai Raha Gjoksi. Pa këtë Bilali së më kur gjë. Dhe unë e ftoj edhe zëvendës kryeministrin e parë, i cili vërtet edhe s'ka faj Vleni. Kur mund të Bler Osmanit bëhet ministri për në tjashme, çka s'ishte në politikë, mjek. Pse nuk mundet edhe ky mjek? Ky bile është, po dhe më thomi, ky i nxjerr dhomën Bekim Sali, ai tjetri Bler Osmani, ai mund të bënte operacion. Dhe kur mundet ai, pse nuk mundet Bekim Sali? Ta dëgjojmë se çfarë thot për ligjin për jurisprudencën Bekim Sali. Bekimi pak është më i zgjuar, më i mençur, me datën 25 të muajit 5, para një jave tha, të njëjtën. Sot është e premte, dëgjohet në fillim, dje ishte e njëjtë, pra dje ishte data 28 muajit 5, pra dje ishte e njëjtë.
Dini gjë, jo. Kur unë s'di edhe ju se dini, unë profesionalisht merrem me gazetari, dhe nuk ka asnjë lajm nga Mickovski lidhur me këtë. Më vonë rini me mua dhe të dëgjoni se çfarë u bën Mickovski dhe shqiptar, por edhe partisë së vet. Vendosëm që të bëjmë një ekip pune, një grup pune, një komision pune, si shtim të themi shpesh, dhe ata të merren me zgjidhjen e duhur. A do të ketë nevojë ajo zgjidhje të shkojë në Komisionin e Venecias, apo do të zgjidhet pa nevojë për të shkuar në Komisionin e Venecias, brenda kësaj javë, unë besoj ditën e enjte do duhet të sjellet një draft final, një zgjidhje finale me të cilën edhe do të vendoset se modeli i dhënë si zgjidhje a ka nevojë të shkojë në Komisionin e Venecias ose jo. Po, janë pikërisht të zotëri Sani këta njerëz të grupeve të punës që do e vendosin këtë zgjedhje, apo me këtë punë është marrë edhe qeveria, edhe Ministria e Drejtësisë nga ana tjetër? Janë pikërisht grupet e punës të njëjta që u krijuan pas protestës së parë. Unë në deklaratën e fundit thash brenda një jave do të kemi zgjidhjen finale. Zgjidhja finale është nga ekspertët. Për arsye se ne politikisht mund të merremi vesh. Nga grupet e punës. Se duhet të ketë zgjidhje, ne kemi dhënë për Po pra, ndërsa Bilal Kasami dëgjohet pak më parë çfarë tha. Kemi marrëveshje politike, ki thot, okay, zgjidhje profesionale. Mirë ne bevesh çfarë do flitni apo s'takoni asnjëherë se me siguri nuk flitin ndër me vete. Çfarë është kjo me Albi Qamili diçka tjetër. Kryetari i Komunës së Tetovës diçka tjetër, këtë hëngër edhe karikën atje në se bankën, po se po të Qimpeka show live. Ky tjetër kështu, pra, miruni vesh një herë për gjithmonë, çka do flitni e pastaj dilni. Dhe në ndërkohë, çfarë bën Tetova? Mendoni se Tetova rri duar kryq dhe bie aplauz? Jo. Jo. Ajo që po ndodh në Tetovë me pasurinë publike, kërkund nuk ka ndodhur në asnjë komunë të qyteteve në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Askund. Çka edhe në komunën e Çehrit, ku është bashkëkryetar i Vlenit, ai ka diçka tjetër lidhur me disa ndërtime, mirë, por nuk kanë tjetërsuar pronën publike që është vakëf këtu në Tetovë, pra dikush e ka dhënë si dhuratë për X shkaqe, dhe nga ai vakëf njerëzit kanë mund të shkollohen të gjëra të tjera, tha për një dobi të përgjithshme të qytetarëve, jo për dobi individuale të ndaj komuna. Okej. Miftinia është në ortaklëk, sepse miftinia se nuk del të deklarojë çfarë është duke ndodhur me atë pjesë të miftinisë ndërmjet dy lokaleve të mëdha, një furbuke që është më poshtë aty dhe lokali te Sufi thon këta, ndërmjet aty është ku është lokali i NKP Tetovës për ujë. Aty diçka e madhe është duke ndodhur. Okej. Dhe miftinia hesht miftinia, është pronë e miftinisë me tapi. Okej. Nuk do ndalemi këtu, sepse është kjo krejt diçka tjetër. Mirë po, mendoni se qytetarët në Tetovë rrinë heshtur, shiqo nalt, shiqo poshtë fort, s'kemi çka të bëjmë. Në Kara, hiset e kemi kryetar komune, dy njerëz të cilët po bëjnë gërdin. Pra, BDI thotë, nuk e them unë, Adnan Azizi dhe Bilal Kasami. Për Bilalin thonë se për Adnan Azizin thonë nga BDI-ja. Sepse edhe Adnan Azizi çfarë nuk thotë për BDI-n. Pra, ta ndëgjojmë se çfarë thonë sot nga BDI-ja dega në Tetovë për atë që Bilal Kasami po përgatit kohët e fundit. Të nderuar qytetar, të nderuar media, pas shitjes skandaloze të monopolit për 1 euro metër katrori dhe pas shitjes së parkingut tek tregu i gjelbër për çmim qesharak, sot jemi dëshmitar të planit më të rëndë dhe më të rrezikshëm për shitjen e pronës publike në Tetovë. Me propozim të Bilal Kasamit dhe me votat e shumicës VMRO-Vlen, në Këshilli Komunal është përgatitur dhe miratuar e ashtu quajtura program për menaxhimin me tokën ndërtimore për vitin 2026, e cila parashesh shitjen e 21 parceleve me mbi 56.000 metra katror tokë publike. Në këtë listë janë hapësira me rëndësi për qytetarët, parkingu tek Veroja, hapësira tek qendra sportive, toka prej 38.000 metër katror në Saraqin, për vetëm 61 denar për metër katror, si dhe parcelat në Reqis të vogël. Ku banorët prej vitesh kërkojnë çerdhe për fëmijët e tyre. Kjo që ata po mundohen të promovojnë si zhvillim ekonomik dhe menaxhim me tokën ndërtimore, paraqet një fakt gravitjen e organizuar e pronës publike me pasurim të individëve të afërt me pushtetin.
Prona publike nuk është pronë personale e Bilal Kasamit dhe as e shumicës VMRO Vlen. Ajo është pronë e qytetarëve të Tetovës. Sot, të rinjt të Forumit Rinor të BDI-s vendosën mesazhin aty ku duhet ta shohë çdo qytetar se toka e tyre po shitet. Ndërsa para komunës së Tetovës, mesazhi është edhe më i qartë. Komuna po mbyllet nga qytetarët për shitje dhe krim ndaj pronës publike. BDI Dega Tetov nuk do të hesht, ne do t'i informojmë qytetarët për çdo parcel, çdo vendim dhe çdo tentim për tjetërsim të pronës së tyre. Dhe jo vetëm kaq, kemi informata akoma më alarmante, të cilat do t'i shpalosin ditëve në vijim. Qytetarët gjithsesi meritojnë ta dinë të vërtetën. BDI Dega Tetov do të ndërmarrë dhe masa ligjore ndaj të gjithë atyre që keqpërdorin pozicionet publike, marrin vendime në dëm të tetovarëve dhe janë shndruar në tregtar të pronës publike. Faleminderit. Unë do i kisha thënë kryetarit aktual të Degës së Tetovës, e njoh, kam mik dhe kam një respekt nga gjithë BDI vetëm për të, Bajram Rexhepin, kandidatin asë kohë për kryetar komune. Bajram, uleni dhe drejtojeni. Ama jo të pritni që prokuroria të ngrej duke ju dëgjuar juve. Jo, uleni dhe shkruani, dorëzojeni, e keni materialin. Dorëzojeni, shkruani dhe dorëzojeni. Me emër mbi emër BDI. Në të kundërtën, nga prokuroria nuk do marrin asnjë masë sepse thotë nuk ka iniciativë. Me këtë i heshtin popullatën prokuroria e kapur. Pra, dhe kur ju do ta dorëzoni, e di se e dini, po unë ja mbahemi mend që si Bilali, kur do ta dorëzoni, normal se do japin aty një vulë se është dorëzuar. Dhe një muaj pas asaj keni të drejtë të kërkoni çfarë u bë, kanë filluar hetimet apo jo. Kështu, nëse pritni se do ndërmarrin, e kemi në partitë politike shqiptare që në parlament, dalin atje në foltore që është jashtë parlamentit dhe nuk dorëzojnë asnjë kërkesë nga ata me shkrim në prokurori, përveç që dërguan disa herë në gjykatën kushtetuese. Pra, mos pritni se prokuroria në bazë të asaj se ka obligim zyrtar, tamam, edhe unë jam me ju, se ka obligim zyrtar, edhe me dëgjim, apo shushkat me si thënë. Ata kanë të drejtë të ngrenë për të. Mirë, po kush në Tetov? Ja, Slen Mickovski. Dhe do ndarim pak te Mickovski. Kur jemi te Mickovski, dini çfarë bën frajeri? Halali koft, pra. Dhe. Mickovski ka tash hallet të tjera. Përveç ligjeve që duhet t'i vjerë në dëbit e shqiptare, nuk përsitet fare. Përveç investimeve që do të bjerë në zonën shqiptare, për atë edhe më pak. Tash ai ka filluar që të arsetohet kinse me dëmin që ja kanë bërë politikisht dhe materialisht pushteti i kaluar LSDM dhe BDI, aty direkt atakon në kryetarin e qeverisë asë kohëshme Filipshën dhe në Artan Grubin, se kanë bërë në një dallëverë lidhur me parat, po se në gjenë filli. Shumë thjesht është filli, shumë thjesht, për koridorin 8. Tash mundohet që nëpërmes këtyre muhabeteve të ul intensitetin e punëve në koridorin 8 se nuk ka para. Okej, e ke pushtetin dorë, e ke policinë, e ke hetuesin, e ke avokatin e shtetit, e ke avokatin e popullit, e ke krejt, ngre procedura. Por, ai tash një të kohë, duke disiplinuar, duke trembur shqiptarët, duke disiplinuar Vlenin, ai po eliminon edhe klanin brenda VMRO dhe Prnes Nikolovski. Pra, hija e tij, e cila po e përcjell në çdo gjë dhe mezi se pret për t'ia hekur shkëmbin, është Aleksandr Nikolovski, ministër i transportit dhe lidhjeve dhe zënës kryeministër. Pra, e hoq nga nënkryetari i partisë dhe e hoq komplet funksionin e nënkryetarit të partisë. Dhe unë do mbahem tash i mendur. Lëvizjet e fundit politike në kampin qevetar po ngrenë shumë pikpyetje rreth strategjisë së kryeministit Kristian Mickovski ndaj Vlen dhe zhvillimeve të brendshme në VMRO dhe PN. Procesi i bashkimit dhe disiplinimit të Vlenit në një strukturë të vetme politike shihet nga shumë kush, jo vetëm si konsolidim, por edhe si një mënyrë për të kontrolluar dhe kufizuar manovrimin politik të partnerit shqiptar para zgjedhjeve të mundshme të parakohshme. Në njëjtën kohë, anashkalimi i figurave të caktuara brenda VMRO të PN si Aleksandr Nikolovski po interpretohet si përpjekje për eliminim gradual të rivalëve të brendshëm dhe përqendrimin e pushtetit në duart e një njeriu pra Mickovski. Analiza që kam bërë ka një logjikë politike të mundshme në kontekstin e mënyrës si vepron Kristian Mickovski. Nëse shohim nga këndi kontrollit të pushtetit, unifikimi i Vlenit në një parti të vetme mund të ketë dy efekte që i lëvërdisin atij. Së pari, i dobëson qendrat e veçanta të ndikimit brenda bllokut shqiptar. Dhe së dyti, dëgjoni tash sa interesante është.
ka shkuar mendja i menshëm jam. Së diti i bën më të varur nga partneri maqinaci, sepse humbi fleksibilitetin për të riorganizuar shpejt në rast përqarje, sepse po të ndodh ta zëm tash i shpall zgjedhjet e parakohshme dhe deri në zgjedhjet e parakohshme ndron edhe qeverinë, atëherë si do riorganizohet ta zëm Besa e cilave është shkrirë në Vlen, si do organizohet LD e cila është shkrirë në Vlen, si do organizohet A e cila është shkrirë në Vlen. Ciao, s'mbet asgjë. Ciao Bela. Pra ka bërë me pik për pik shpëri. Mirë pa e hangën këta sepse këta nuk kishin as antarësi. Pra, Vlen do të ketë problem për të riorganizuar. Sepse si Vlen më veç kërkush nuk mbau mut. Kjo është arsye pse shumë analistë shohin procesin e disiplinimit të Vlen si një mënyrë për të krijuar kontroll më të madh me partnerët të një shqiptar para zgjedhjeve të mundshme të parakohshme. Se i përket Aleksandr Nikolovskit, nuk është kjo është vërtet e ka mbreta për brenda nga VMRO-ja, të pakënaqur me Mickovskin dhe njerëzit të cilët ai veç i favorizon, dhe e kam edhe nga ndërkombëtarët. E keni vërtetë se mungon kohët e fundit në takimet e tij publike të mëdha. Edhe aty mund të ketë dimension të brendshëm brenda VMRO. Në politikë simbolika ka shumë rëndësi. Kush është pranë liderit në takimet e rëndësishme, kush përfaqëson shtetin jashtë, kush fotografohet me lider evropian dhe kush lihet në hije. Nëse Mickovski po e mba Nikolovskin më larg nga qendra vendimmarrës në momente kyçe, kjo mund të interpretohet si neutralizim gradual i një figure me ambicie të forta, koncentrimi në pushtetit personal, përgatitje për një konfigurim të ri politik para zgjedhjeve dhe pas zgjedhjeve, por pritja kryesore shtohet a doja dalë. Unë them doja dalë, sepse ka dorën e fortë, ende ka kontrollon policinë, kontrollon ANB-n, çfarë nuk kontrollon, gjëra të cilat po tremi një. Kjo varet nga disa faktorë. Nëse Vlen ruan vetëm pushtetin institucional dhe jo terren elektoral, atë rrezikon të mbetet pa identitet politik sapo të largohen nga qeveria. Nëse elektorati shqiptar krijon precedent se Vlen po funksionon vetëm si shtojtës e VMRO-s, atëherë çdo shkëputje jashme do të jetë shumë e vështirë për ta. Nga ana tjetër, Mickovski rrezikon të krijojë pakënaqësi të dyfisht te partnerët shqiptar që ndihen të konsumuar dhe brenda VMRO-s nëse figura Nikolovskit ndihet dhe njerëzit rreth tij të anashkaluar. Është klani fort kjo e Nikolovskit. Historikisht në maqinerinë e veriut, liderët që përqendrojnë shumë pushtet zakonisht fitojnë kontroll afat shkurtër, por krijojnë rival të heshtur afat mesëm. Prandaj strategjia mund të funksionojë deri në zgjedhje, por pas zgjedhjeve zakonisht fillojnë tensionet reale. Sidomos nëse rezultatet nuk janë bindëse ose nëse partneri shqiptar dobësohet shumë. Nëse kjo strategji është e menduar për të krijuar një dominim afatgjatë politik, a Mickovski luan atë kartë, atëherë Mickovski po luan lojë të rrezikshme me shumë fronte njëkohësisht. Dobësimi i Vlen mund të japë kontroll afat shkurt, por mund të prodhojë edhe revoltë në elektoratin shqiptar dhe krisje të brendshme në VMRO të përmendë. Historia politike në maqinerinë e veriut ka treguar se liderët që përqendrojnë shumë pushtet arrin të kontrollojnë situatën për një periudhë, por shpesh krijojnë kundërshtar të heshtur që dalin në momentin më kritik. Prandaj pyetja nuk është vetëm se Mickovski do të dalë, por edhe sa do zgjasë ky kontroll politik para se tensionet të shpërthejnë nga brenda. E dini si është ajo? Nga pushtohet kalaja, nga brenda. Pra, Mickovski ka të lashe të mëdhaja me VMRO të përmendën dhe qarqet të cilat po i dheq, a e di mjaft mirë, po i dheq Nikolovski në propavi. Çfarë nuk ka shumë. Dhe u tha atë kandidati se Nikola Gruevski ka mashtë të cilën nga rezervë vitin 2022, ekstradimi i tij thuhet se është i pamundur. Dhe të ndalen edhe diçka shumë interesante. Albilena Harxhiu, e cila është për momentin kryetare e Kosovës, shtetit të Kosovës. Nesër në Tetov është paralajmëruar se do bëjë një miting në orën 20 në sheshin e Tetovës. Dhe unë them, s'ka sepse vjen në Tetov. Pse vjen? Ata cilë do e votojnë Albilenën, ka plot Tetov që kanë rënë nga Kosova dhe pasaporta dyfish. Albilena shkon Shkup. Atje e keti atë bazën më të madhe. Tetov nuk ke. Shkup po. E ke Afrim Gashin, cili ka pasaportë dyfisht, e ke Izetin, e ke shumë të tjerë. Pra, Albilena Harxhiu nesër në Tetov takim me qytetarët, unë e them, simpatizantët e Vlenit në sheshin Liri. S'kan çka lipin të tjerë. Inshallah nuk të fishklojnë të tjerët që do kalojnë aty rastësisht. E ke të huqur, e ke të huqur. Dhe a dini se në maqinerinë e veriut përfund 147 shkolla vjet nuk është regjistruar asnjë fillorist. Dhe a dini çfarë tha ajo profesoresha e Universitetit tash ministresha e arsimit Janeska? Do i mbajmë të gjithë ata arsimtarë. Dhe a dini pse? Sepse në këto 147 shkolla, mos them të gjitha, ama 80% janë ku nxënësit janë të nacionalitetit maqedonas. Shumë shkolla janë mbyllur. Tek shqiptarët ashtu tek këtu gjenden në një
Hajde në të to dhe shikoni. Në një shkollë fillore më tha një arsimtar shqiptar, kret nuk më ronë në për këtë klasat 50 zënës faqëtënës. Sa arsimtar keni? 15, si be? 15, po. Për fund pra, unë ishte në podcastin me Sut Shabani, unë jam me Sut Shabani, dhe gjohemi nesër brëma.